një ditë e zakonshme u kthye në një tragjedi të paimagjinueshme për banorët e Pejës dhe në veçanti për komunitetin e fshatit Treboviq, pasi një aksident i rënd rrugor i mori jetën një të riu të njohur dhe të dashur nga të gjithë. Viktima e këtij aksidenti është Eldion Kelmendi, vëllai i reperit dhe artistit të njohur shqiptar Gjesti, i cili u bë i famshëm dhe fitoi zemrat e publikut duke u shpallur fituesi i edicionit të fundit të Big Brother Albania. Sipas informacioneve të para nga dëshmitarët dhe autoritetet, aksidenti ndodhi gjatë mesditës, në një nga rrugët që lidh zonën e Treboviqit me pjesët e tjera të qytetit. Eldioni po udhëtonte me një motor 4 rrotësh. Një mjet që përdoret shpesh nga të rinjt për aventura dhe argëtim, por që kërkon kujdes të madh gjatë përdorimit, në një moment të papritur. Motori me të cilin ai po udhëtonte është përplasur fuqishëm me një veturë që po kalonte në drejtim të kundërt. Përplasja ka qenë shumë e fortë, duke shkaktuar dëmtime të rënda tek Eldioni. Fatkeqësisht, sipas raportimeve të para, ai ka ndëruar jetë menjëherë në vend ngjarje, pa pasur mundësi që të marrë ndihmë mjekësore. Pamjet nga vendi i aksidentit janë përshkruar si shokuese dhe tronditëse nga dëshmitarët. Trupi i pajet i Eldionit u pa i shtrirë në asfalt, ndërsa më vonë u mbulua me një çarçaf të bardhë nga persona që u gjendën aty dhe nga autoritetet policore që mbërritën me shpejtësi në vend ngjarje. Në këtë aksident është përfshirë edhe një person tjetër, i cili gjithashtu ka marrë lëndime të rënda dhe ndodhet aktualisht në gjendje kritike për jetën. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit, ku mjekët po bëjnë të pamundurën për t'i shpëtuar jetën. Lajmi për humbjen e Eldionit u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe në mbar qytetin, duke shkaktuar një val të madhe dhimbjeje dhe tronditjeje. Fshati Treboviq, përmes një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale, konfirmoi tragjedinë dhe shprehu ngushëllimet më të sinqerta për familjen Kelmendi, e cila po përballet me një dhimbje të jashtëzakonshme. Ngushëllime familjes Kelmendi nga Pavlani për këtë tragjedi të madhe, thuhet në reagimin e publikuar nga faqja zyrtare e fshatit Treboviq. Ky reagim reflekton dhimbjen kolektive që ndjehet në komunitet, pasi familja Kelmendi është e njohur dhe e respektuar në atë zonë. Banorët kanë filluar të vizitojnë shtëpinë e familjes për të ofruar mbështetje dhe ngushëllime, duke treguar se në momente të tilla të vështira, bashkimi dhe solidariteti janë më të rëndësishëm se kurrë. Për Gjesti, i cili deri para pak muajsh gëzonte momente të lavdisë dhe gëzimit pas fitores në Big Brother Albania, kjo ngjarje përfaqëson pikën më të dhimbshme të jetës së tij personale, reperi, i cili fitoi zemrat e publikut për natyrën e tij të sinqertë dhe energjinë pozitive gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit, tashmë përballet me një dhimbje që asnjë sukses nuk mund ta zbusë, humbjen e vëllait të tij të dashur. Derisa nuk ka bërë ende një reagim publik, fansat dhe ndjekësit e tij në rrjetet sociale kanë nisur të postojnë mesazhe ngushëllimi dhe mbështetjeje, duke i treguar se nuk është vetëm në këtë moment të vështirë. Menjëherë pas aksidentit, forcat policore dhe hetuesit kanë nisur një hetim të detajuar për të zbuluar shkakun e vërtetë të përplasjes. Deri më tani, nuk dihet ende me saktësi nëse aksidenti është shkaktuar nga ndonjë shkelje e rregullave të qarkullimit, shpejtësia e lartë, mungesa e sinjalistikës apo ndonjë faktor tjetër. Policia ka marrë në pyetje dëshmitarët dhe po analizon kamerat e sigurisë pranë zonës për të kuptuar çdo detaj të ngjarjes. Hetuesit kanë theksuar se një raport i plot zyrtar do të publikohet sapo të përfundojnë të gjitha procedurat e nevojshme. Gjithashtu, janë bërë thirrje për të gjithë qytetarët që përdorin motor ose mjete të ngjashme që të tregojnë kujdes të shtuar në rrugë dhe të respektojnë të gjitha rregullat për të shmangur tragjedi të tilla. Kjo humbje nuk është thjesht një ngjarje e izoluar familjare, por një tronditje për të gjithë qytetin e Pejës dhe rrethinat e saj. Në rrjetet sociale, qindra mesazhe dhimbjeje janë postuar nga qytetarë të njohur dhe të panjohur, që e kanë njohur Eldionin personalisht ose e kanë ndjekur historinë e familjes së tij përmes famës së vëllait të tij, Gjestit. Shumë e kanë përshkruar Eldionin si një djalë të qetë, të dashur dhe me zemër të madhe, i cili gjithmonë kishte një buzëqeshje për të tjerët. Kjo tragjedi ka nxjerrë edhe një herë në pa rrezikun e mjeteve motorike, veçanërisht të motorëve 4 rrotësh që janë të preferuar tek të rinjt, por që shpesh përdoren në mënyrë të pakontrolluar.
Ekspertët e sigurisë rrugore kanë përsëritur thirrjet për kujdes maksimal, përdorim të pajisjeve mbrojtëse dhe respektim të rregullave të qarkullimit. Familja Kelmendi, edhe pse e përfshirë në një dhimbje të jashtëzakonshme, po bën përgatitjet për ceremoninë mortore të Eldionit. Mendohet se në këtë ceremoni do të marrin pjesë qindra persona, jo vetëm nga Peja, por edhe nga qytetet të tjera të Kosovës dhe Shqipërisë, për të shprehur respektin e fundit dhe për të qëndruar pranë familjes në këtë moment tragjik. Gjithashtu, shumë figura publike, mes tyre edhe kolegë të gjestit nga bota e muzikës dhe nga Big Brother Albania, pritet të jenë të pranishëm për të dhënë mbështetjen e tyre. Ky aksident i rënd është një kujtesë e dhimbshme për të gjithë se sa e brishtë dhe e paqëndrueshme mund të jetë jeta. Në vetëm pak çaste, një familje e tërë u përmbys nga dhimbja, ndërsa një komunitet i tërë u la në zi. Për familjen Kelmendi, kjo humbje do të mbetet një plagë që nuk do të shërohet kurrë plotësisht.